Një rrjet mafioz me shqiptar dhe gjeorgjan ku spikatin mashtruesit Albano Aliko dhe Amant Josifi qëndron pas dyqaneve KFC në Shqipëri, të cilët kanë shitur produkte me mish pule të infektuar me salmonel. I njëjti grup qëndron edhe pas piramidës Gulf, që mbylli aktivitetin me falimentim të provokuar, duke zhvatur mbi 5 milion euro, para të cilat dyshohet se janë investuar për zgjerimin e dyqaneve KFC, investim në pasuri të paluajtshme dhe hapjen e një karteli kompanish. Në sken dalin urithi i pastrimit të parave dhe koka e skemës së mashtrimit të Galf me tollonat e naftës, Albano Aliko, bosi i call centerave Amant Josifi, gjeorgjani 39 vjeçar, Ravez Sakadze, i skeduar për mashtrim me call centera dhe pastrim parash, dhe mafiozi Otari Katamadze, ortaki Albano Alikos dhe ekspertja Shpresa Breçani, mbesa e Sali Berishës, dora e të cilës shfaqet pas skandaleve dhe dallavereve më të mëdha financiare në Shqipëri. Grupi Merima ngushton prej vitesh në Tiranë aktivitetin kriminal në fushën e pastrimit të parave të pista, mashtrim me pasoja të rënda, call centera, akte kundër shtetit e popullatës e të tjerë. Dyqanet KFC u hapën në Tiranë për herë të parë në vitin 2015 përmes kompanisë Dadu, e cila për të humbur gjurmët dhe kamufluar lidhjet me mafjen gjeorgjane të Galf, ndryshoi emrin në Global Fast Food Albania. Kompania është në pronësi të kompanisë TP Investments Limited me kokën offshore në pronësi të mafjes gjeorgjane dhe ruse. Aktualisht administratori i rrjetit të dyqaneve KFC është Agron Disha, ky që shihni në foto, një personazh i besuar i grupit shqiptaro-gjeorgjan. Agron Disha përgjegjës për shitjen e mishit të pulës me salmonel, menaxhon punët e pista të grupit mafioz. Albano Aliko dhe Ravez Sakadze. Albano Aliko është pronar i një karteli kompanish me aktivitete të dyshimta. Kishte 40% të aksioneve në kompaninë Global Fast Food Albania, ndërsa 58% të aksioneve i kishte kompania Global Fast Food Albania Limited. Otari Katamadze kishte 2% të aksioneve, po në vitin 2015 Global Fast Food Albania Limited bëhet pronare me 100% të aksioneve të kompanisë Global Fast Food Albania. Në gusht të vitit 2019 del në sken 39 vjeçari Ravez Sakadze, përfaqësuesi mafjes gjeorgjane dhe ruse, i cili blen 100% të aksioneve të KFC në Shqipëri, pra të kompanisë Global Fast Food Albania. Në janar 2021 largohet Ravez Sakadze dhe pronare e KFC bëhet kompania offshore Global Fast Food Albania Limited, pas të cilës qëndron Otari Katamadze. Albano Aliko, koka e mashtrimit të Galf me tollonat e naftës. Në prill të vitit 2018, policia shpalli në kërkim menaxherin kryesor të kompanisë Galf, Albano Alikon, si kokën e mashtrimit me shitjen e tollonave të naftës përpara mbylljes së pikave të karburantit. Ai u vu në pranga në muajin shtator po të vitit 2018 dhe u lirua në mënyrë të fshehtë pak ditë më vonë, duke bler gjyqtarin. Prokuroria dhe policia dyshonin se menaxherët e Galfit me vedi e kanë shitur nëpërmjet tollonave shumë më tepër litra karburant nga sa ka patur në gjendje kompania. Nga kjo skemë janë përvetësuar mbi 1.5 milion euro. Galf blinte prej disa kohësh furnizuesve të mëdhenj nafte me 1500 lek litrin dhe shiste tollon me 1200 lek deri në 1300 lek litrin. Kjo vuri në lëvizje furnizuesit të cilët nisën të kërkonin llogari, ndërkohë që vetëm detyrimi që Galf kishte krijuar ndaj dy kompanive ishte 1.6 milion euro, ndërsa dëmi që i krijoi klientëve të cilëve u mbetën në dorë tollonat pa vlerë ishin 1.5 milion euro. Në vitin 2020 prokuroria mori të pandehur Albano Alikon për akuzën e mashtrimit kryer në bashkëpunim me shumë se një herë. Aliko jo vetëm se ja hodhi burgut, por para të aktivitetit kriminal dyshohet se ka investuar në Shqipëri në pasuri të paluajtshme dhe i ka qarkulluar përmes një karteli kompanish. Karteli i kompanive në sken Shpresa Breçani. Albano Aliko është aksioner në kartel kompanish, me të cilat dyshohet se pastron parat që janë produkti i skemave të mashtrimit. Ai qëndron pas kompanive 3A, B3A & Co, B3A Construction, NR Al, Europark, Taiwan, Viloil Sha e të tjerë, me objekt karburante, restorante, ndërtim, parkime me pagese të tjerë, në ortakëri me biznesmenin Apostol Goçi, si edhe eksperten kontabël Shpresa Breçanin, me rimangën e pastrimit të parave në Shqipëri. Shumica e kompanive, pasi kanë kryer aktivitete të dyshimta në fushën e pastrimit të parave, janë mbyllur, ndërsa letrat janë kopsitur nga ekspertja Shpresa Breçani, mbesa e Sali Berishës. Lidhja me Galf dhe KFC. Nuk ka shumë dyshime sa i takon lidhjes mes piramidës Galf dhe KFC, pas dy kompanive me natyrë kriminale që ndronë në njëjti grup. Kanë ushtruar veprimtarinë në të njëjtin vend. Menaxheri i Galfit, Albano Aliko, ishte nga ana tjetër aksioner me 40% të KFC-ja. Madje kishin edhe të njëjtën adresë emaili. Shoqëria Sun Petroleum Albania, SPK Galf, u krijua më 12 shtator 2013 nga urtaku i vetëm Dori Grossman, drejtor në shoqërinë Sun Petroleum Georgia, dhe administrator të saj Guram Gogazhbili
dhe Ibrahim Aktoz, ortaku i vetëm në 10 shkurt 2014, pra vetëm 5 muaj më vonë, i shiti për 100.000 lek pronësin mbi kuotat shoqërisë Universal Energy Group LLC. Shoqëria në fjalë ishte një shoqëri me seli në US Delaware, me përfaqësues shtetasin Georgian David Oktrotstovidze. Ortaku i vetëm i kësaj shoqërie është shtetasi Aleksandra Gogakia, i cili është i përfshirë në një skem shoqërisë offshore të regjistruar në British Virgin Islands, ku personazhet e tyre janë individ të mirënjohur si oligark rus dhe georgian. Skema e këtyre shoqërive u bë publike në kontekstin e të ashtu quajturës Panama Papers, lidhur me kompanitë dhe lidhjet e tyre të regjistruara në parajsa fiskale, ishujt e Panamas. Pak ditë pasi shoqëria shqiptare vihet në zotërim 100% të shoqërisë Universal Energy Group LLC, largohet administratori turk Ibrahim Aktoz, ish konsulli turk në kërkim nga 2015-a. Ky i fundit ka qenë administrator më parë edhe në shoqëritë Alpet dhe Viloil, me ortak aksioner Albano Alikon. Më 9 tetor 2015 largohet edhe administratori Guram Gogekshvili, për t'u zëvendësuar nga shtetas po Georgian, Iosepe Magdelazde, i cili konfirmon lidhjen me Sun Petroleum Albania, SHPK, me shoqëritë offshore, si administratori një prej shoqërive të përfshira në Panama Papers. Ngeladze gjithashtu emërohet administrator në periudhën gusht 2015-qershor 2017 në shoqërinë Global Fast Food, të cilës do të rikthehemi në vijim. Në tetor 2016 largohet Ngeladze dhe emërohet Georgiani i radhës, Kaberninua. Veprimtaria e këtij të fundit në fushën e tregtisë së hidrokarbureve në Shqipëri fillon më herët. Në janar 2015 Ninua themelon dhe zotëron 100% shoqërinë Balkan Bio SHPK, me të njëjtën adresë të shoqërisë, rruga Lord Byron Laprak, tek e cila do të emërohej administrator pas pothuajse 2 vjetësh. Global Fast Food SHPK, me të njëjtin seli me atë të shoqërisë Sun Petroleum Albania, themelohet në shkurt 2015 në emërtimin Dadu SHPK nga Albano Aliko dhe Otari Katamadze, përveç selisë fizike të njëjtën me atë shoqërisë Galf. Adresa elektronike shuan çdo dyshim për lidhjen e ortakëve të saj me shoqërinë Galf, soso@galfvisposhtal.com. Në shtator 2015 Albano Aliko i shet pjesën e tij të zotërimit shoqërisë me seli në British Virgin Islands, Global Fast Food Limited, me ortak të vetëm Otari Katamadze. 2 muaj më parë, në nëntor 2015, ortaku Katamadze i shet pjesën e tij shoqërisë së sipërpërmendur, Global Fast Food Limited, 100% e zotëruar prej tij. Në gusht 2015 ndryshohet selia e shoqërisë, nga ajo e përbashkëta me shoqërinë Galf, rruga Lord Byron, objekti numër 15, njësia bashkiake 11, tek selia e përbashkët me shoqërinë e sipërpërmendur Punto.Call, rruga Shkëlqim Fusha, godina Alp Vision, kati i 2, e zotëruar dhe administruar nga administratori i fundit i Galf, Irakli Zvanidze. Në korrik 2017 rikthehet selia e shoqërisë tek adresa e mëparshme, ajo e Galfit. Revaz Sakadze, ortak me baban e Amant Josifit, aksioneri i KFC Georgiani Revaz Sakadze, pjesë e grupit të Albano Alikos dhe Otari Katamadze, është ortak me baban e Amant Josifit, Aleksandr Josifi, në kompaninë e ndërtimit Balkan Investment Group, e cila dyshohet se pastron paratë e mashtrimit me call centera. Për të kamufluar lidhjet, Amant Josifi është aksioner në kompaninë Balkan Investment Group përmes firmës New Standard, ndërsa Georgiani Revaz Sakadze është aksioner përmes kompanisë Construction 21. Amant Josifi është pronar dhe administratori i kompanisë së ndërtimit New Standard, e pezulluar pas shpalljes në kërkim të birit Amant Josifit, si koka e mashtrimit me call centera. Kompania e ndërtimit New Standard është aksionere e kompanisë tjetër të ndërtimit Balkan Investment Group, e pezulluar gjithashtu. Aksionere në kompaninë Balkan Investment Group është edhe kompania Construction 21 me 33%, themelues dhe pronar i kompanisë Construction 21 me 33% është pikërisht Revaz Sakadze, i cili është ortak te KFC Albania. Pas këtyre kompanive qëndron Amant Josifi, i cili ka nxjerrë në letra baban, Revaz Sakadze. Dyshohet se është bashkëpronar me Amant Josifi në skemën e mashtrimit të call centerave. Sipas dosjes së SPAK, Amant Josifit dhe grupit të tij kriminal janë bërë 173 kallëzime nga Bavaria për mashtrime vjedhje të 6.1 milion eurove me platformat elektronike Aurum Pro, Fianxis, AG Markets, Capital Markets Bank, Centro Bank, Crypto Kartal, por ka edhe shumë kallëzime nga shtetas të Spanjës, Gjermanisë, Suedisë, Finlandës, Letonisë, Ukrainës, Gjeorgjisë e Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë rënë viktima të mashtrimeve të tij, zbuluar fillimisht nga Spanja e Gjermania përpara 2 vitesh.